الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه. Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutbën e parë inshallah të temës që do të startojmë biidhnillah prej kësaj hutbe, pasi që kemi përfunduar me temën që kemi marrë thot më herët e që ka pas të bën me tauben apo pendimin. Sot inshallah do të startojmë me një temë e cila ka të bën me nimete, dhunti të shumta që po na mbesin pa falënderim të mjaftueshëm. Nimete dhe dhunti të cilat Allahu xhaleshanuhu po na i mundson natë e ditë. Dhunti të cilat pa dyshim se meritojnë falënderim do thot ndaj Allahu xhaleshanuhu për atë se është duke na i mundsue në jetën tonë të përditshme, po edhe janë ato të cilat pa dyshim se çdo njeri që është i logjikshëm edhe i arsyeshëm e kupton se pas realizimit të tyre edhe pas dhënies së mundit asoj detyre me një fjalë dhe roli relativ që e kemi si njerëz, edhe mundësimit të tyre, pa dyshim se Allahu xhaleshanuhu prej nesh kërkon që të jemi të vëmendshëm, edhe ta dim se vërtet të gjitha këto dhunti e nimete që na mundsohen në jetën tonë të përditshme, me e ditë se kush është me një fjalë dhuruesi i vërtet i tyre. A thu se është vetvetiu, vetëm mundi ynë, vetëm dhënja me një fjalë kësaj kompetence relative që e kemi ne, e pa të cilën pa dyshim se gjithashtu nuk realizohen gjërat, apo në esencë dhuruesi i vërtet i gjitha këtyre dhuntive vërtet është Allahu xhaleshanuhu. Nëse e kemi këtë parasysh, edhe nëse jemi prej atyre që e dimi obligimin ton pas mundësimit të gjitha këtyre dhuntive që Allahu xhaleshanuhu na i mundson, atëherë do të jemi prej atyre që edhe Allahu xhaleshanuhu e porosit Muhammedin alayhis salam, edhe neve bashkë me të, kul in shakartum la azidannakum. Thuaju ti me një fjalë njerëzve besimtarve, po që se jeni prej atyre që ju falenderoni atë që vërtet po ua mundson thot këto dhunti të shumta, atëherë unë do të jem ai që do t'ua shtoj juve ato edhe më shumë. Jo vetëm se do t'ua ruaj nimetet edhe dhunti që ju au mundsu Allahu xhaleshanuhu, jo vetëm se do të na i bën ato të vazhdueshme në jetën tonë, po madje na garanton biidhnillah dhe na premton se të tillat edhe ka më na i shtu. Por nëse ndodhe kundërta, atëherë mos falenderimi Allahu xhaleshanuhu pa dyshim që do t'jetë në të njëjtën kohë mekanizmi i cili jo se do të na e bën të mundur që ato me vazhdu, por ato do të shkojnë ka paksimi, po edhe eventualisht ka asgjësimi apo zhdukja e tyre. Prej nimeteve të tilla që na inshallah do të mundohemi dikun në 7-8 hutbet e ardhshme të flasim për disa e për të lënë shumë prej nimeteve të tjera. Të parën e tyre e kemi marrë vetë pasurinë. Pasuria të cilën Allahu xhaleshanuhu na përshkruan neve si njerëz se jemi të atill që vërtet ngajmi pasaj. Jemi ata të cilët zemrat tona janë të kapluara me dashurinë ndaj saj. Edhe na përshkruan dhe thotë ju jeni ata të cilët wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ju jeni ata të cilët e doni, e dashuroni me një fjalë pasurinë, me një dashuri do thot të plotë të madhe. Është natyrshmëri e njeriut me e dash pasuri. Është natyrshmëri e njeriut që me punu, me vepru dhe me arrit pasurin. Edhe në këtë aspekt, kura fjala e punës edhe dhanjes e mundit ton, në këto drejtime nuk ka ndaj fat keqe.
Edhe ne si musliman, edhe muslimane, porositemi që me një fjalë, me veprue në atë ditë në këtë drejtim, edhe mos më undal. Edhe kjo punë bi idhnillah duke mos i harru tjera që i kemi, nëse bëhet për hir të Allahu xhaleshanuhu, nëse bëhet në mënyrë ligjore, çfarë Allahu dhe pejgamberi alayhis kanë porosit, siç tash edhe më herët bi idhnillah me qenë ibadet. Edhe kemë qenë të shpërblyer edhe për standardin që realizojnë për veten tonë, për evlat tonë, për shoqërinë të cilën jetojmë. Por në esencë duhet të dihet se pasuria është mekanizëm përmes të cilit duhet të fitohet xheneti. Për atë Allahu xhaleshanuhu na ka mundsuar dhe na i mundson atë. A jemi na duke vepruar me të në këtë që më realizuar neve me një fjalë, fitimin e xhenetit me të apo jo o diçka tjetër. Por në esencë duhet të dihet se Allahu xhaleshanuhu këtë po na mundson për këtë. Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu xhaleshanu ka bler, është shit blerje mes Allahut dhe robit, ka bler me një fjalë nga besimtarët shpirtat e tyre, edhe pasurinë e tyre me çka thot me xhennet. Pasuria e jonë që ne posedojmë do thot duhet me qenë një mekanizëm, një mjet që ne me të me arrit me e ble xhennetin. Por jo Zoti mos e bëhet me ndodhe kundërta me ble xhehenemin, çysh po ndodh te numër i madh i madje edhe muslimanëve me emra musliman. Prandaj kur fjala në këtë aspekt edhe kuptimin e kësaj se pasuria ka qenë mekanizëm edhe mjet për ta blerë xhenetin, sahabët tonë e kanë kuptuar këtë rol. Edhe kanë kuptuar këtë amanet, edhe prandaj kanë qenë ata të cilët e kanë vënë në këtë shërbim thot pasurinë që e kanë pas. Në mënyrën më të thellë ka kuptuar këtë Uthmani radiallahu anhu, e ka kuptuar këtë ajet edhe sa të tjera e sa porosit pejgamberit alayhis salam, kur ka thënë pejgamberi alayhis salam, men jahaza jaysh al-usrati falahu al-janna. Thot kush e përgatit me një fjalë me pasuri, ajo që ka dashur për përgatitjen e ushtrisë. Ushtrinë e usrës që është zhvilluar jo prej luftrave prej betejave në kohën e pejgamberit alayhis salam, thot ai që shpenzon edhe ndihmon në përgatitjen e kësaj ushtrie me dal në këtë betejë, thot unë i garantoj binillah se me të ka bler xhenetin. Këtë ka bërë Uthmani radiallahu anhu, i cili e dini fort mirë se çka ka shpenzuar në rrugën e Allahu xhaleshanuhu. E ka shpenzuar thot pasurinë të cilën në esencë dihet se ka qenë prej pasanikëve më të mëdhenj. Po edhe pse ka qenë i tillë, nuk ka qenë mendemdhoj si shumë pasanik të sotshëm. Po përkundrazi Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu e përshkruan edhe thot se kunna idha dakhalna alayhi lam numayyiz bainahu wa bain khadamihi. Thot kur kemi hyrë tek ai te Uthmani radiallahu anhu në shtëpinë e tij, nuk kemi mujt me dalluën mes tij edhe shërtorëve që kanë qenë në shtëpinë e tij. Nuk e kemi pas ai ka qenë në një far koltuku të lartë atje, me të cilin dallohet prej gjithve. Po përkundrazi kur kemi hyrë kemi pa në të njëjtin mezhis, në të njëjtat shilte, nëse dojmë u shpreh kështu, ka qenë i ulur ai edhe kanë qenë edhe shërtorët edhe të tjerë. Nuk ka ekzistuar pëlqimi vetes, as nuk ka ekzistuar mendje mallësia. Prandaj këta njerëz kur fjala për këtë aspekt edhe për ata njerëz që posedojnë pasuri edhe janë në kësi gjendje, për këta dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Thot sa e bukur edhe çfarë nimeti është pasuria e shëndosh, pasuria që është e pastërt, kur ekziston thot tek njeriu që është i shëndosh, tek njeriu që është me një fjalë i devotshëm dhe i mirë, i ruajtur nga mëkatet edhe nga mendjemallësia në të njëjtën kohë. Pasuria kur ekziston në dorë të të tillit nuk ka dyshim që nuk ka kur fat keqe. Ajo është nimet, është dhunti të cilën nuk e refuzojmë neve muslimanët. Neve veprojmë edhe ngajmë, punojmë për të arritë këtë. Po këtë edhe e ka pas parasysh do thot Uthmani radiallahu anhu dhe shembujt e tij, të cilët e kanë ditë dhe nuk e kanë leju që pasuria me kaluën në zemrat e tyre. Por atë e kanë mbajt vazhdimisht në duart e tyre. Atë e kanë pas në dur me të cilat kanë qenë gjendje me dirigju ata. Ata kanë qenë që kanë dirigju, do thot me këtë pasuri dhe prandaj kanë qenë gjendje
me dhona tu ku Allahu xhaleshanu ka qenë i kënaqur, e nuk kanë qenë ajo që ka depërtuar në zemrat e tyre, e atëherë ajo me dirigju me ta. Qysh sot, ndoshta nga një herë po ndodh për fat të keq, me të shumt e që s'po e kuptojnë rolin e pasurisë, për çka duhet vërtet që ajo edhe të përdoret. E në këtë aspekt që për çka faktikisht Allahu na e ka mundsuar pasurinë, në një hadith kutsi që e transmeton pejgamberi alayhis salam, na njofton se Allahu xhaleshanu ka thonë: inni khalaqtul mala li iqami salati wa ita'i zakah. Totune e kam krijuar thot pasurinë, edhe ja u mundsu thot juve për ta ngritur dhe për ta realizuar faljen thot të namazit edhe dhënien e zakatit. Për këta e kam kriju pasurinë unë. Nuk e kam kriju pasurinë që ajo të keq përdoret. Nuk e kam kriju pasurinë që përmes saj njerëzit me një fjalë ta degenerojnë veten, ta degenerojnë me një fjalë rinin, ta shkatrojnë thot popullin dhe ardhmërinë e tina me harame të ndryshme e me gjëra. Jo për këto se ka kriju Allahu xhaleshanu pasurinë, e tër pasuria që ekziston në tokë. Allahu shkurt po thot e kam kriju atë për ta realizuar me një fjalë faljen e namazit edhe dhënien e zakatit. E që këto ndoshta dikush mund të thonë, a thu veç për këto dyja çka qenë ka kjo? Apo ndoshta jemi ata të cilët inshallah jemi vigjilentë, dim me kuptuar se falja e namazit edhe dhënia e zakatit ka mundësi ta përfshin të tërë jetën tonë, edhe tërë dinamikën edhe veprimtarinë tonë në të gjitha aspektet e jetës. Po nëse ndalmi edhe logjikojmë pak më shumë. Po nëse është e kundërta, e që nga njëherë ndoshta dikush edhe më herët nuk e kanë kuptuar se çka është pasuria e vërtetë, e cila është e jotja, e cila eventualisht është e huaja. Me një rast në shtëpitë pejgamberit alayhis salam është therr një kafsh, një hajvanat me një fjalë është therr, e kanë prerë dhe e kanë shpërndarë të tërën. Ja u kanë shpërndarë të fukarave të varfërve. Edhe kur vjen pejgamberi alayhis salam Aisha radhiyallahu anha, që ka qenë gruaja e tij, i thot: dhahabat jami'uha wa baqiya katifuha. Thot ja Rasulullah, thot shkoj thot edhe u shpërndon thot tër mishin, shkoj i tëri thot e mbet vetëm një pjesë e vogël që është me një fjalë një krah i, apo ka çik që na i them do thot i asaj i atij hajvanati që është prej. Pejgamberi alayhis salam e përmirëson Aishën në këtë rast i thotë saha laha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qal bal baqiyat jami'uha wa dhahaba katifuha. E transmeton Buhariu, thot përkundrazi, thot e tëra ka mbet ajo që po e cek, e vetëm kjo pas ka shkuar. Ky ka çek me fjalë apo kjo pjesë e vogël. Në esencë kjo është ajo që ka shkuar. A me mbet ka mbet që ajo që po e thuni apo që po e llogaritni se është don, që ajo mbetet, që ajo të përcjell ty, që ajo është ajo që ka me ardhur me ty me një fjalë, edhe me pas mundësi inshallah në të njëjtën ku me ta zdrit varrin. Që ajo është që ka me ta mundësu çështjen thot e ardhmërisë tënde kur është fjala për në aspektin e ahiretit. Këto janë ato të cilat kanë vazhdimsi e kursesi ajo që në esencë thot e ndalmi zakonisht edhe kemi qef me mbyll thot në vetveten. Po në të njëjtën kohë kur fjala e aspektit të pasurisë, kjo çenka do thot dhunti. Çenka do thot plotësisht pozitive që muslimani dhe muslimaneja me qenë edhe të pasur. Por edhe realitetet tona tregojnë se ka mundësi edhe me qenë fitne në të njëjtën kohë. Pas ka mundësi pasuria edhe me na qenë një sprove madhe e cila na bëhet shkak, mu do thot me në fjalë me na humb ndoshta edhe dynjan edhe ahiretin. Për atë edhe pejgamberi alayhis salam ka njoftuar dhe ka thënë inna li kulli ummatin fitne wa fitnatu ummati al-mal. Thot çdo popull, çdo ummet që ka kalu ka pas do thot ndonjë gjë me të cilën është përfaqësuar apo me të cilën është dalluar si fitne, si sprov, ndërsa sprova thot e ummetit tim është pasuria. Pasuria se na e dim fort mirë në çfarë gjendje ka qenë ummeti në kohën e pejgamberit alayhis salam. Po me kalimin e kohës e dim edhe çka Allahu ja ka mundsuar këtij ummeti. Po çka është duke na i mundsuar edhe neve sot? Është temë në veti që nuk është rasti të flasim, nëse flasim për pasurinë që sot muslimanët e kanë në dorë. Qoftë si individ që e dim miliarderat e botës sot, prej më të njohurve janë po muslimanët. S'paku me emra. Ata janë thot sot thuja shumica e tyre që kanë prej të parëve, mos përmendim emra, janë thot prej muslimanëve. Po edhe nëse flasim si shtete,
Edhe si pasuri qoftë do thot në aspektin do thot e monedhës, qoftë në aspektin e arit, qoftë në aspektin e naftës, në aspektin e do thot ujrave, që këtë këtu janë pasuri, padyshim se llogaritet se pasuria do thot e botës është prapë në duart e muslimanëve. Nuk ju ka mungu kjo, po kjo ju ka bërë dhe sprovë në të njëjtën kohë. Fitnë që do thot çka? Në të njëjtën kohë duke mos ia dhënë hakun asaj, duke mos e shfrytzuar, duke mos e përdor aty ku Allah është i kënaqur, atëherë nuk po ja mundson çështën e mirëqenies në jetë. Nuk po na mundson, nuk po na bën që me qenë ata të cilët vërtet ajo pasuri neve më na avancu në jetën tonë. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam kur fjala e përdorimit të saj në mënyrë jo ligjore edhe në mënyrë do thotë të ndaluar, ka porositur dhe ka thënë kullu jasadin nabata min suht fan-naru awla bihi. Çdo trup i njeriut me një fjalë i cili zhvillohet edhe zgjerohet në të njëjtën kohë thot nga ngrenja e haramit, ajo që është e ndaluar thot le ta dinë se zjarri është i pari që do ta godet atë. Vetëm zjarri haramin me një fjalë që neve e rëndojmë trupin tonë na e pastrojmë, vetëm zjarri. Prandaj le të jemi të kujdesshëm që këta trupa tonë, edhe kur neve ndoshta nganjëherë na duket se jemi dopt, kur i shohim edhe vllatë tonë, që ndoshta nganjëherë na duket se jo s'pohon boll, mos të mundohemi që eventualisht gjithsesi ata me i rritë dhe me ja zgjeru trupin e tyre, me i shëndosh ata, përmes asaj që në esencë është e ndaluar. Një shembull për fund thot po Waceki, në kohrat e hershme ka qenë një shitës i hurmeve, ka pas me një fjalë dyqan në të cilin ka shit hurme. Edhe ky njeri nuk ka qenë i kujdesshëm ndaj asaj, do të thotë çka po flasim na për halal e haram. Po edhe ka qenë një grup i fëmijëve të cilët kanë lujt para dyqanit të tij. Edhe si zakonisht dyqanxhit i pengojnë kur fëmia lozin edhe luajnë do thotë para dyqaneve të tyre. Prandaj ky njeri s'din si me i largue do thot ata, e që kishte me qenë udhës diçka prej pasurisë apo prej atyre hurme më ju ofruan nga pasuria e tij, nga hurmet e tij. Por çka bën ky? Ju ofron atyre fëmijëve disa prej hurmeve që i ran nga haku që e mur një mushteri me një fjalë që blejti në atë dyqan prej hurmeve, po ran disa prej asaj që në esenca e paguajti dhe shkoi. Kur shkoi ai njeri ky i mbledhi ato hurme që janë tina, po tati mushterisi i cili i bleti më herët, edhe u dha këtyre fëmijëve i mashtroi me një fjalë, edhe i largoi prej dyqanit. Po njëri prej tyre ishte që nuk deshti mu largu, edhe su largu, as nuk deshti me marr prej tyre. Ka qenë El Harith El Muhasebi, që do ta ketë një të ardhme do të ndritshme, njeri i madh në historinë tonë islame ka qenë. Ky njeri, fëmijë duke qenë, nuk pranoi as nuk u largu prej para dyqanit ti, po as nuk mori prej hurmeve ti. Po përkundrazi, masi u largun fëmijët, ky filloi me e qortu këte. Edhe me i folë, thot, pe i fjallëve më të randa që mund të i fletë, thot, një i rritur, jo një fëmijë. Edhe ky njeri nuk e din se shka o shkaku që ky u mlefos në dajti edhe në këtë mënyrë po shprehet. Edhe i vjen edhe e kap me një fjallë për dore edhe e ndalë. Thot, nuk do të shajt largosh, thot, për derisa të më njoftosh se shka o shkaku, thot, që ti u sjellë ndaj meje, thot, edhe gjitha këto fjalë i përdore ndaj meje. Edhe i thot ky njeri, ky fëmijë, do thot në këtë kohë, ja rajul atu'akilu abna al-muslimin as-suht, thot o njeri, o burr, thot, ai që do thot po ju jep fëmijëve të muslimanëve nga harami me hangër, atu'akilu min akli al-haram. لو كنت مكانك لبحثت عن صاحب التمر بحث الظمآن عن الماء. Thot sikur tisha në vendin tënë, vallahi thot kisha me hulumtu, e me kërkue atë mushterin me një fjalë që ishte i Zoti i këtyne hurmeve, kisha me e kërku derisa ta gjej sikur se ai i eshti do thot që është tepër i esht për ujë, derisa ta gjen ujë e ftohtë. Tisha në vend tanin, kush po flet kështu një fëmijë po i thot një burri. Tisha në vend tanin, kisha me vepru thot kështu edhe me kërku atë njeri derisa ta gjej edhe t'ja dhomë një fjalë këtë hak të vetin. Thumë terakahu wa ansarafa fa fazi'a at-tammar. Mandej elshoi thot ky njeri, ky burr e la atë fëmijë edhe më shkurt thot ju prisha apo ju ndroi gjendja në mënyrë do thot madhore edhe apo me një fjalë 100% u prek ky njeri, ky dyqanxhi me një fjalë ky burr që ishte thot i pjekur
në kuptimet tona. Edhe kjo i është bërë sebeb edhe thot ky njeri tash mas ti rasti. Qala wallahi ma tajartu ba'daha fi dunya qat. Thot mas ati rasti edhe mas kësaj këshille pe kujt e nxëzoj pe fëmijët, thot kur më në jetën time nuk do të mirna me tregti me tijaret. Edhe e lën, edhe pendohet tek Allahu xhaleshanuhu, edhe e kupton se çka është edhe pe kujt pe një fëmijë e merr këshillën, e që do thot në esencë edhe neve duhet me kontrollu veten, edhe këshilla pe kujt na vjen, duhet jemi ata që e marrim e dinu nasiha. Dini është nasihat edhe këshill. Edhe prandaj inshallah Allahu xhaleshanu po them, na bën prej atyre që vërtet veprojnë në arritjen edhe në sigurimin e pasurisë, por edhe prej atyre që gjithmonë e kanë parasysh se atë pasuri me çfarë mënyre po e realizojnë, edhe duke i urrujt gjithmonë haramit apo të ndaluarës, e cila vërtet mbjell kop si në këtë botë si në botën e ardhshme. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu